Tani të dashur me që shkoa që ka shtu e fillu edhe pjesën e dytë me një përshëndetje, po na u ka mësu, na u ka bu mekanizëm. Ta është shkoa që me ju njëftu përsaj përket kushteve atmosferike edhe moti që do të kemi gjatë ditës së sotme dhe të nesërme në Kosovë, rajon edhe më gjerë. Gjatë ditë jeta dhe me thonë për mune të punoj të pi. Okej, fokusohemi, këto sa në ndodhin kur jemi live, kështu që ta keni parasysh. Maksimalja për ditën e sotme është në qytetin e Gjakovës me 20 gradë Celsius, ndërka që minimalin e kemi me 3 gradë Celsius në qytetin e Gjilani. Gjatë ditës së sotme është e parapar që të kemi rreze të konsiderueshme të diellit, e sidomos gjatë orëve të para të ditës. Pastaj do të kemi vranësira kalimtare edhe masa të ftohta ajrore të cilat do të jenë më të ndjeshme gjatë orëve të mbrëmjes. Vazhdojmë edhe tek dita e nesërme. Vazhdojmë edhe tek dita e nesërme për sa i përket temperaturave, të shohim e kemi pra maksimalen përsëri në Gjakovë me 23 gradë Celsius, ndërka që e kemi minimalen me 5 gradë Celsius në qytetin e Gjilanit dhe të Ferizajt. Gjatë ditës së nesërme parashihet që të kemi shfaqje të herpashershme të intervaleve diellore, por që vranësira do të dominojnë. Shkojmë tani edhe tek Shqipëria dhe shohim se çfarë kushte atmosferike dhe temperatura do të kemi. Kur jemi tek temperaturat e kemi maksimalen me 25 gradë Celsius në qytetin e Vlorës, ndërka që shihet qartazi që edhe qytetet e tjera kanë temperaturë mjaft të mirë të maksimales, duke filluar nga 21 gradë Celsius deri në 24 gradë Celsius. Ndërka që kur kthehemi tek minimalja e kemi Kuksin me 7 gradë Celsius për sot. Gjatë ditës së sotme në Shqipëri do kemi një mot të mirë dhe stabil. Vazhdojmë tek dita e nesërme dhe shohim se çfarë temperatura do të kemi atje për nesër. E kemi Korçën si çdo herë tjetër me minimale, e gjatë ditës së nesërme e kemi edhe Gjirokastrën me minimale prej 7 gradë Celsius, ndërka që maksimalja do jetë përsëri me 25 gradë Celsius në Vlorë dhe në Fierë, ndërsa për sa i përket kushteve atmosferike do jetë një situatë ngjashme si me ditën e sotme. Tani kalojmë edhe tek Maqedonia e Veriut, ku atje gjatë ditës së sotme do të kemi mot stabil, por me vranësira kalimtare. Maksimalja është me 20 gradë Celsius në Shkup dhe në Kumanov, ndërka që minimalen e kemi me 5 gradë Celsius në qytetin e Gostivarit. Vazhdojmë tek dita e nesërme në Maqedonin e Veriut, edhe e kemi minimalen prej 6 gradë Celsius në Strug. Struga është ajo që zakonisht mban minimalen në Maqedonin e Veriut, ndërka që maksimalja është në Shkup dhe në Kumanov përsëri me 22 gradë Celsius. Për fund, si çdo herë tjetër, kalojmë te kontinenti evropian, tashmë veç e dini, ndërka që shohim edhe temperaturat që po mbizotrojnë në qytetet të ndryshme të kontinentit. Kemi Athinën me 25 gradë Celsius, ndërka që kemi edhe Romën njëkohësisht me 25 gradë Celsius për sot, ndërka që minimalin e kemi në Oslo dhe në Moskë me 4 gradë Celsius, përfshirë edhe Berlinin që gjatë ditës së sotme mban 3 gradë Celsius minimalin. Shkojmë tek 24 orët e ardhshme dhe shohim se çfarë temperatura do të kemi, a do kemi ndryshime apo jo. Kemi përsëri Athinën me 25